Zvonc kryeministri i parë i Kosovës Begjet Pacolli tha se qeveria po punon në rishikimin e statusit të aseteve të Kosovës me qëllim që procesi i privatizimit në të ardhmen të sjellë më shumë dobi ekonomisë kosovare. Këto komente Zvonc kryeministri Pacolli i bëri me rastin e nënshkrimit memorandumit mirëkuptimit të qeverisë së Kosovës me kompaninë kroate New Promotion Group që synon zbutjen e papunësisë. Nevoja e përshpejtimit të zhvillimit ekonomik edhe në këtë rafsh edhe nëpërmjet të tërheqjes së investimeve të huaja kërkon edhe një informim më cilësor se çka ofron tregu kosovar i punës. Kjo është pritja kryesore që synohet me memorandumin e mirëkuptimit të qeverisë së Kosovës me kompaninë kroate New Promotion Group. Qëllimi i kësaj është që ne të bëjmë identifikimin e fuqisë punëtore që pret punë në Kosovë, të klasifikojmë ata sipas profesionit, sipas moshës, dhe të shiqojmë çfarë përgatitje kanë ata. Dhe nëse është e nevojshme, që do të jetë e nevojshme, ne të fillojmë riedukimin e tyre. Të kthejmë nëpër bankat shkollore dhe të përgatiten në profesionet e tyre. Dhe këtë mund ta bëjmë vetëm me një bashkëpunim me një firmë e cila ka eksperiencë në këtë. NGP është si motër e një agjencie kroate për marketing dhe kur ne erdhëm këtu dëshironim të dinim se që resurse ka Kosova. Qëllimi ynë është që të identifikojmë punëtorët e aftë, të zellshëm e kreativ dhe informata të mbledhura me rrugë elektronike të jenë në dispozicion kompanive të interesuara për investime në Kosovë, por edhe për punësimet jashtë Kosovës. Përshpejtimi i zhvillimit ekonomik kërkon edhe një qasje më ndryshe ndaj aseteve të mbetura të Kosovës, theksoi zotëri Pacolli. Jem duke punuar edhe në një program i cili parashep një qasje tjetër ndaj aseteve të Kosovës. Deri tash ne asetet e Kosovës i kemi shit, parat i kemi marrë dhe parat kanë shkuar në një llogari ku nuk mundet të përdoren për ekonominë e Kosovës. Dhe ne nuk kem para. Parat nuk janë në qarkullim, por ato janë të mbyllura dikon jashtë Kosovës. Dhe kundër kësaj dukurie, ne jemi duke punuar shumë shpejt, do dalim me një propozim të ri. E di se është shumë vonë, por është një iniciativë që unë kam ndërmarrë dhe besoj shumë se do ta çoj deri në fund. Shfrytëzimi më i mirë i fuqisë punëtore kërkon edhe një lëvizje më të lehtë të krahut të punës nga Kosova drejt perëndimit. Mirëpo ka pengesa të reja nga qeveria e Kroacisë për lëvizje të qytetarëve të Kosovës në drejtim të zonës Schengen. Mund të them se ishte një keqkuptim mes autoriteteve kroate dhe të Kosovës. Them thjesht, por personat që kanë vizë Schengen ende kanë nevojë për viza kroate. Personat që janë rezident në zonën Schengen nuk kanë nevojë për këtë prej 1 prillit deri më 31 tetor. Nuk mendoj se është një diskriminim dhe kjo ka qenë më së shumti që ka mundur Kroacia të bëjë në këtë drejtim në zbatimin e ligjeve të Bashkimit Evropian. Shpresojmë se liberalizimi i vizave do t'i lejohet Kosovës dhe çdo gjë do të jetë më lehtë. Lidhur me memorandumin e nënshkruar, u tha se rezultatet e para mund të priten në një afat prej 6 muajsh dhe se me informacionet që do të ofrohen edhe në mënyrë elektronike për profilet profesionale të atyre që kërkojnë punë, do të dinamizohet tregu i punës si dhe vetë ekonomia e Kosovës, që si efekt kryesor do të ketë zvoglimin e papunësisë në vend.